Të ecër përpara mund të kenë ide politike shumë të mira, po përkrahja ku është? Natyrisht që të rit e kanë rrugën e karrierës jo të lehtë, e kanë pak sa të vështirë, por në Partinë e Demokratisë gjithmonë ka qenë një tendencë për të ndihmuar brezërinë dhe për t'i hapur rrugë. Dhe një ndër mënyrat që është gjetur është që ata të votojnë në një rubrikë të veçantë, siç ndodhi në kuvend. Pra, të rit janë votuar veçantë, gratë dhe vajzat janë votuar veçantë dhe pjesa tjetër pastaj është votuar veçantë. Nuk është e lehtë, por të rit duhet të kenë një farë durimi, se shpesh të rit nuk kanë durimin për të bërë karrierë, pra për të pritur karrierën, dhe përpiqen që një kohë shumë shkurtër të arrijnë majat. Si çdo fushë tjetër e politika, kërkon kohën e vet të maturimit, çdo politikan. Patjetër. Kështu që hapja rrugës për të rit është normale, është e nevojshme e domosdoshme, por gjykoj që ata duhet të kenë një farë tolerancë, durimi me vetveten për të bërë karrierë, në momentin që kanë arritur pra një pjekuri si politikan.